Pash alienët në Fierë, Qiljeta rrëfejnë për herë të parë tmerrin e përjetuar. Prania e jashtëtokësorëve ose alienëve në tokë ka qenë dhe vazhdon të jetë një temë shumë e fortë diskutimi në të gjithë botën. Lidhur me këtë dukuri, këngëtarja Qiljeta Gjilaga ka ndarë një eksperiencë personale. Para disa vitesh doli lajmi që në Levan të Fierit ka zbritur një anije alienësh dhe është djegur toka. Pas një jave, nga publikimi i këtij lajmi, unë po kthehesha nga Vlora me mamin dhe teksa udhtoja, shihja një dritë të kuqe, por që nuk pulsonte, rrëfen këngëtarja. Drita, ndërkohë vetëm lëvizte dhe kuptova që s'ishte sinjali ndonjë avioni, por u ul në një distancë jo shumë të largët dhe vura re që ajo rrotulloi tërkohës, kujton ajo. Objektin nuk e shquaja dot për shkak të errësirës dhe pata një emocion shumë të madh. Mbaj mend që nuk e shtypja dot freksionin e makinës se më dridheshin gjunjët, ka përfunduar rrëfimin e saj Gjilaga. Qiljeta shtoi gjithashtu se këtë histori nuk e ka thënë asnjëherë në publik, sepse mund të dukej e pabesueshme, por fakti që ka qenë me maman e saj, e cila pohon po të njëjtën gjë, e bën më të vërtetë.